dhe rrjetet sociale i përdorim çdo ditë. E garanton mbrojtjen e drejtave online. Kjo do thotë që Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe ligji për mbrojtjen e të dhënave personale e kanë garantuar mbrojtjen e të dhënave online. Flasim me njerëz për të drejtat tona online, duket sikur po flasim për një xhungël që nuk ka mbrojtje dhe nuk depërton ligji. Megjithatë, shoqëria jon duhet të vëdësohet se të drejtat online janë të garantuara dhe nëse bëjmë një fyerje përmes një platforme ose një faqe në internet e cila ka një numër shumë të madh ndjekës, atëherë ajo është më e rëndë se sa të bëhet një fyerje private. Ligji nuk është fajtori, fajtori është shoqëria, fajtori është fakti se shoqëria jon nuk i beson ligjit dhe shoqëria jon nuk ka guxim ta raportojë një rast të dhunës online. Që qytetarët fillimisht duhet të shfrytëzojnë të gjithë mekanizmat e ruajtjes së të dhënave të tyre, duhet të bëjnë domethënë konfigurimin 2 herë të bëjnë sigurinë e aplikacionit në të cilin futen.